janë pjesë e realitetit. Më shkruajnë njerëz se shikoj dua të vi unë aty te ty se kam për të folur diçka timen. Okej, edhe kaq euro. U mendova se ti she fala se un kam temë të bukur për ty vëlla, jo për mua. Që ti të blesh kohë televizive, you have to pay it, motherfucker. Do ta paguar se s'bon ato. Se falas vetëm t'japin çarkun e miut. Unë s'kam dal për ty. Cilin personazh tjetës publike ti do e merre pafundësisht, pa paguar asnjë cent? Për mendjen, për intelektin? Ka shumë. Nëse do zgjidhje disa emra? Para se të zgjedhësh disa, është momenti që të ëmbëlsohemi. Se në këtë podcast i kemi gjitha. Të mos e merr se e kemi për Martinin. Atë me pistakjo është për Martinin, okay. Shpend zgjidh në një nga ato. Se do ta ham tani. Ço të marrim. Këtë duash ti zgjidhe. Si mik i shtëpisë që na ke ardhur. Tash. Unë do marr të me pjeshkë. Shumë mirë. E gon? Unë do marr pjeshkën. Po ta lë ty në dorë, hajde, zgjidhe një për mua. Do të shkoj dopjo ëmbëlsik. Hajde. Faleminderit Bono. Faleminderit Bono, sa herë doni që të ëmbëlsoheni dhe ju ka marrur, Ria mos harroni croissant. Ju bëf mirë tuna. Bono, po ti nuk ha, po mban diet. Mbaj diet. Okej. Por kur ju shoh juve që e hani, zëre se kanë ngrënë ty, më rap pika. Më rap të pika mua, o zot. Ku e lamë për një fjalë jetojmë. E lam tek personazhet e ke. Te personazhet po Ska gjë usheu, s'na prish puna. Ups. Dëm gjithandaj. Ideja është që ne nuk kemi folur fare për librat. Do flasim më. Për të cilët do flasim sapo shpendit sot për personazhet, sepse për mua librat kanë qenë një mënyrë se si mund të arratisesh nga bota, në kuptimin e mirë të fjalës. Për mua janë akoma. Unë mund të them pa droje që librat caktuar ose zhanret caktuara mua më kanë shpëtuar jetën në kuptimin, më kanë shpëtuar shëndetin mendor, më kanë mbajtur të shëndetshëm psikikisht në një realitet që është shumë i vështirë, që ne e dimë që është shumë i vështirë siç është realiteti i Shqipërisë, Viola. Librat e kanë patur këtë. Sepse duhet ishte i thjeshtë realiteti, shpytja. Okej, edhe kjo vlen sepse mbase vështirëson ti se përgjigjja pyetjes tonë të gjithë personazhet në tru podcast, nga i pari tek i fundit, do t'i merrja pafundësisht. Okej. Altin Goxha, Gent Bekon, Asmer Duleviç, Aulon Kalan, Ermir Gjinishin, Dritan Demiraj, të gjithë i kam pasur, edhe Sali Berishën do ta merrja pafundësisht, edhe pse jam kundër atij në shumë gjëra. S'kam qenë kur pro atij si politikan, por kam qenë pro kauzave të tij. Edhe më thon troç, edhe drejt kam përfituar edhe nga PR-i që mund të merrja. Mos bëj kështu si virgjër që shikoj se e bëra për kauzën. Jo, s'është kauza ime Partia Demokratike, s'kam ndier në partinë time atë. Unë pashi trampolin. Në shfrytëzove. Isha më i mirë në punën që bëja. Po të shikosh PR-in sot PD-s, është bastard, është grop, është bastard, është grop, nuk din ta mbrojnë. Biles dhe kritika që unë i bëra Berishës për Instagramin, që shpend gashi ka 17.400 veta në Instagram për një vit që kam filluar unë. Dhe Partia Demokratike, që është partia opozitare më e madhe në vend, ka 20.000 veta në Instagram. Problemi negativ vlla, ti nuk u del njerëzve. Ka që thjesht, dhe Sala vajti atje ta shkarkoni ChatGPT-n, a kupton se është. 82 vjeç vlla, çfarë mund të prezësh nga gjyshi 82 vjeç. Bollka boj shkreti. Po dhe ato ti marrin. Edhe ato telefonat me butona janë. Edhe ato ti marrin, sepse këta vjedhin shëmtuar. E vjedhin i den, e tjetrit shëmtuar shumë. Vite po vite bukur. Jo, po ky duhet bërë mësim që mos t'japësh ide do kudo. Po ja u japin se janë për gjënofe, po japim lëmoshën tonë, të 10-at. Po dhe atë nuk e bëjnë dot. Në gjënofe. Atë ke lëshu në herë të 10 ati. Jepja të 10-at. Po që ti bësh? Kur je i papë. Mëshirë. Vërteton në ekzistencën e Zotit. Gash mëshirë plote, po. I mëshirë shmi gashi.